Kuvendi miratoi sot nevojën për ndryshimet kushtetuese të propozuara një javë më parë nga qeveria. Miratimi u realizua pikërisht me 2/3 e votave nga 123 deputetët që ka kuvendi, fal votave të plota të koalicionit majoritar prej 61 syresh, 19 të BDI-s ku nuk mungoi as Ali Ahmeti dhe i përfoluri si i pakënaqur në radhët e BDI-s Hasbi Lika, deputeti ja dalë nën siglën e RDK-s Asani si dhe deputeti vetëm i Gromit. PD-shtja votoi kundër, ndërsa deputetja Roza Topuzovska-Kareska abstenoi. Gjatë debatit, PD-shtja i kërkoi sot sqarime se cilat prej këtyre ndryshimeve ishin propozuar nga BDI-ja dhe se cilat prej tyre janë në interes të shqiptarëve. Është përtej amoralitetit sot të diskutojmë për këto ndryshime kushtetuese që na propozohen, kur i ke 1 milion shqiptar në këmbë dhe kërkojmë ndryshime të tjera. Sot kjo shumicë parlamentare dhe kjo qeveri duhet të merreshin me qytetarët, tu garantonin atyre siguri dhe drejtësi. Me rastin Monstra dhe me shumë raste tjera si Monstra duhet të merreshit sot, sepse kupa u mbush. Ju dënoni shqiptar pa fakt. Është edhe një tradhti e BDI-s, kashi vetes dhe kashi shqiptarëve. Sa i përket tradhtive duhet t'i mbani për veti bekim. Bekimi duhet ta dije edhe opinioni e din se vetë lideri vetë shka e qujti paradokohe bekimin mas pari. Kur a ju bashkangjiti i merë Selmanit. Dhe mu më vjen shumë keq që në subjektin e tire politik shumë shpet i shpallin tradhtar vetë përfaqësues të vetë dhe antarët e devotshëm të kësaj partie, duke u nis jam mas fundi prej zgjedhjeve. Në debatin